Ka dy lexime. Leximi I parë është leximi në kuptimin e kronikës zezë të ngjarjes. Pra, ndaj Zotit ndoi, ku ishte brenda edhe një eksponent I botës krimit para disa vitësh, është kryer një atentat ku ka ndruar jetë një fatkeq që ishte në mjet, por jo ai rrumi jashtë quajtur. Po, rrumi Shia. Apo ndoi fatmirësisht që dhe nga ai diskutim që ka ndodhur, unë arrit kuptoj ose të parafytyroj se sa e tmerrshme dhe se sa e padrejt ka qenë drejtësia dje, mund të jetë dhe sot, nuk po them që sot ndriçohet. Po mënyra se si një eksponent I botës krimit komunikon me prokurorin dhe tregon se ç'kan diskutuar dhe më herët me njëri tjetrin, pra palët kanë detyra të ndara. Prokurori ka detyrë të hetojë, ndërsa ai zotria eksponenti atje ka zgjedhur jetën e tij të kryejë vepra penale, më thash. Në momentin që këta komunikojnë me njëri tjetrin si të ishin nga e njëjta bandë ose banda të ndryshme, këtu ka humbur pushteti gjyqësorit, ka humbur arsyen pse ekziston. Pra ti aty për të hetuar, por në fakt komunikon me të si ai ose si shok, nuk ka rëndësi. Pra në çdo rast ti nuk mund të komunikosh si prokuror me një eksponent botës krimit, as sikur je një antar bande, as sikur je një kundërshtar I asaj bande, as sikur je një mik I atij zotrisë. Ti nuk mund të jesh mik për shkak të pozicionit dhe punës që ke. Kështu që në këtë kuptim kjo është e para. Në kuptimin e asaj që thot Dervishaj që erdhë të shohë në sy e kështu me radhë, mua më duket sikur kërcënon. Që thënë ndoj këtit Dervishaj sepse Dervishaj. Po pra, ndjes, ndoj Dervishajt është sikur ngjan edhe si një lloj presioni në një farë mënyre, por mund të jetë dhe krejt e kundërta. Mund të jetë ngjan si presion sepse sikur I thotë që unë di shumë dhe mund të them shumë që mund të xhys shumë më thellë. Por nga ana tjetër mund të jetë dhe e kundërta, që erdha të shoh në sy dhe të them që unë mund të kem mëkatet dhe kusuret e mia, por në raport me këtë çështje, ti e di që unë s'kam asnjë lidhje dhe mos më merr në qafë kot, mos më bjerë në qafë kot, pra nuk duhet detyrimisht ta bëjnë dhe ndojnë me fajore. Në faj ndojt, moral, se ligjore, ku diun se çfarë është hesap tjetër, moral është që ka qenë me eksponent botës krimit në atë kohë në mjet, që moralisht ai duhet ishte përballë krimit dhe jo në një makinë. Patjetër, se nuk ka qenë makinën e policisë, duke shoqëruar për në qeli, ka qenë makinën personale. Në kuptimin politik pastaj, këtu është qesharake, komplet, ose tragjike, se si është zgjedhur deputet zoti Ndoj, por nga ana tjetër ka përflitet për këto lloj historish dhe për këto lloj marrëdhëniesh me botën e errët. Domethënë këtu ka një lloj handikapi shumë të madh dhe në një farë mënyrë bjerr edhe moralin e opozitës, që e ka ngritur gjithë kauzën e saj, duke thënë që mazhoranca dhe krimi na I vodhën zgjedhjet. Pra, në Flogjet, para se do t'i rikthejmë se pyetje, po doja thjesht falenderoja secilin prej teleshikuesve që na ndjek në diasporë, por edhe në Shqipëri, që komenton, jep mendimin e vet, e shpërndan emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi në çdo vend ku flitet shqip, por gjithashtu edhe që lë punët e veta dhe na ndjek dhe na suporton me mesazhe apo edhe duke na dhënë këshilla, gjithashtu I ftoj që na komentojnë edhe në këto momente. Dua t'i rikthehem përsëri temës, Flogjet. Ju thoni që tashmë fakti që zoti Ndoj është zyrtarisht deputeti I Partisë Demokratike e rëndon moralisht zotin Berisha, sepse për sa kohë nuk ka një vendim gjykate që zoti Ndoj të ketë shkelur në një ligj, ai nuk ka pse të shigjetohet apo të bëhet me faj. Pra, kjo është parimi I asaj që ne... Patjetër, unë kur bëj këtë deduksion, e bëj mbi bazën e akuzave që bën opozita ndaj kundërshtarëve. Pra, me njëjtin narrativ. Me njëjtin simace, me njëjtin standard. Pra, ti thua që Edi Rama ka fituar sepse ka bandat. Edhe fillon Troplini këtej, ky andej, unas nuk merrem me këto botës krimit se nuk I njoh. Edhe s'dua t'i njoh fare
kemi kolegët që merren madh. Por në momentin që ti përdor këtë standard dhe bën këto akuza, ti duhet të kthesh syt nga vetja. Je vetë që libar nga ana morale, su nuk kush jam unë që të bëj të fajshëm ligjërisht zotin ndojore, absolutisht. Ati të bravo i qoftë që ka punuar, ka fituar, e më the thash. Por e shkuara ati dhe qoftë vetëm momenti kur ai ka qenë në atë mjet me një eksponent të botës krimit, kjo mua si gazetar, neve si gazetar, na lë me hije dyshimi, se ne drejtën e dyshimit kemi, se çfarë këtë kemi në dorë. Pra mbi analogjinë që ata ngrejnë, pra ti duhet t'i qëndrojnë. Patjetër, pra në qoftë se ti mua më thua që Edi Rama ka filanin që ka marrë 20.000 vota atje dhe ka lidhje me filan band atje, ti ke kandidat, një zotëri, i cili mund mos ketë as i lidhje me bandat, dhe unë uroj që ndojt mos ketë, por ka një segment tjetës ti që ka patur një ngjarje që e lidh direkt me bandat. Këtu ty të ka rënë narrativa, pastaj kur shkon dhe në sallë gjyqit dhe përballet me eksponentët më të lartë botës krimit, me ta, dhe bëjnë diskutime se si këta kanë komunikuar dhe tjetër me një tjetrin, këtu mi rrit dyshimet mua kjo historia. Dhe gjitha këto, duke e lënë ana juridike të merret gjykata dhe ndoj uroj të jeti pafajshëm, nga ana politike, doktor Berishës ndoj i jep një kosto politike. Ai e ka bërë vetë bilancin. Doktori ka thënë, nga njëra anë kam koston publike politike që do më thonë ky është ai prokurori që ka dalë me, ka qenë në makinë kur ndodhi aksidenti, dhe nga ana tjetër kam fuqinë e ndojt që është një njeri me influencë që ka vota. Tani ja vlen që për këto vota që ka ky unë të marrë dhe këtë kusurin, ja vlen me sa duket se e ka futur në listë apo jo. Kështu që në këtë moment, në atë momentin e parë, doktorit i është dashur dhe e ka futur aty. Në post zgjedhje, tani që flasim, për mua më shumë i prish punë për narrativën, se sa i ka ndrequr punë për rezultatin. Se rezultati nuk është se pat një ndryshim 7-7 në Durrës që ja vleti. Edhe 7-7 ishte me këtë rezultat kombëtar. Ka dhe akuza shumë në fakt nëpërmjet kandidatëve me njëri tjetrin. Po është kalaja që ka pretendimet e